Zonja dhe zotëri, mirëmbrëma, jeni me lajmet e orës 22:30 këtu në Top Channel. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në zhvillimet kryesore të ditës, ju ftojmë të ndiqni. Një helikopter i forcave ushtarake i ardhur në Shqipëri para 7 muajsh udhëzua në liçenin e Shkodrës, përpasoi dy pilotët Florian Deliaj dhe Donald Hoxha humbën jetën në aksidentin tragjik. Detari Gerald Baramuça mundi të shpëtojë me disa fraktura në trup. Dy pilotët u shpallën në mbrëmje dëshmorët atë dheut. Banorët e bregut të liçenit të Shkodrës shpëtuan ushtarakun e tretë që ndodhej në helikopterin që po zhytej në ujë. Pasi dëgjuan zhurmën e aksidentit, ata treguan për Top Channel sekondat e fundit të helikopterit para rrëzimit dhe si shkuan me varka për të shpëtuar ushtarakun Gerald Baramuça. Sali Berisha thotë se nuk e ka takuar kurrë Ismail Mulletin, biznesmenin e parë të përmendur nga dosja e denoncimeve të Marramas, dhe thotë se nuk ka qenë prezent në negociatat me firmën GFI për koncesionin e firmosis së karburanteve. Në një bisedë për Top Channel, Berisha thotë se është garant vetëm për familjen dhe jo ish-ministrat e tij. Ministria e Ekonomisë ka nisur hetimin për të gjitha kompanitë apo shteta si shqiptar apo të huaj që operojnë në tregun shqiptar mbi përfshirjen e mundshme në çështjen Panama Papers. Ministri i Drejtësisë Manjani lajmëroi ndryshimin e legjislacionit në lidhje me këto kompani. Një helikopter i forcave ushtarake i ardhur në Shqipëri përpara 7 muajsh udhëzua në liçenin e Shkodrës, përpasoi dy pilotët Florian Deliaj dhe Donald Hoxha humbën jetën në aksidentin tragjik. Detari Gerald Baramuça mundi të shpëtojë me disa fraktura në trup dhe ndodhet në spitalin ushtarak këtu në Tiranë. Shtabi i përgjithshëm konfirmoi ngjarjen, por tha se helikopteri ishte në gjendje shumë të mirë, duke lënë të kuptohet se megjithse hetimet vazhdojnë, arsyeja mund të ketë qenë një gabim njerëzor. Ministria e Mbrojtjes njoftoi në mbrëmje se dy pilotët u shpallën dëshmorë të atë dheut. Omazhet do të zhvillohen nesër në mesditë në Pallatin e Kongreseve, ndërsa në orën 14:30 do të jepet lamtumira e fundit në varrezat e dëshmorëve të kombit. Dy pilotë të forcave të armatosura humbën jetën dhe një ushtar profesionist mbeti i plagosur pasi helikopteri me të cilin ata po kryenin një fluturim stërvitor ra në zonën e Malësisë së Madhe mesditën e kësaj të mërkure. Kapiten Florian Deliaj dhe togeri Donald Hoxha, të cilët humbën jetën, shoqëroheshin nga ushtari i plagosur Gerald Baramuça. Ata ishin ngritur në fluturim në orën 12:10 nga regjimenti i Farkës për të u drejtuar veriut të vendit. Më pas, në orën 13:45 ata komunikuan për herë të fundit me qendrën e raportimit në Rinas, ndërsa rreth 30 minuta më vonë u mësuan nga banorët e zonës së Malësisë së Madhe rrëzimi i helikopterit e EC-145 me numër bordi 687. Në një dalje për mediat, shefi i shtabit të përgjithshëm i forcave të armatosura, general major Jeronim Bazo, tha se është ende herët për të folur mbi shkaqjet e aksidentit tragjik. Të dy pilotët janë me një përvojë të lavdërueshme, të kënaqshme, të trajnuar gjërësisht brenda dhe jashtë vendit. Është ende herët pritet të mblidhen të dhënat e duhura dhe maturia e domosdoshme që kërkohet në këto raste, sikudo në ngjarje të tilla në botë. Bazo tha se helikopteri ka përshkruar trajektorin e planifikuar në bazë të itinerarit stërvitor. Helikopteri EC-145 kishte vetëm 6 muaj që ishte marrë në përdorim nga forcat e armatosura dhe ai ishte brenda garancisë së dhënë nga kompania ku ishte bler. Ndërkohë, ushtari i plagosur Gerald Baramuça ndodhet në spitalin rajonal të Shkodrës, jashtë rrezikut për jetën. Banorët e bregut të liçenit të Shkodrës shpëtuan ushtarakun e tretë që ndodhej në helikopterin që po zhytej në ujë. Pasi dëgjuan zhurmën e aksidentit, ata tregojnë për Top Channel sekondat e fundit e helikopterit përpara rrëzimit dhe se si shkuan me varka për të shpëtuar ushtarakun Gerald Baramuça. Vetëm e kam dëgjuar nga shtëpia ime. Keni dëgjuar shpërthim? E kam dëgjuar sikur ushtim ishte sikur shpërthim. Vim bani. Banorët e zonës së bregut të liçenit ishin të parët që mbërritën sapo helikopteri u rrëzua mbi ujë. Disa minuta më pas me varkat me motor ata janë nisur drejt vendit ku u rrëzua helikopteri, nga ku një ushtarak kërkonte ndihmë duke ngritur dorën. Ai ishte ushtari profesionist Gerald Baramuça. Aty kom dëgju një zanë liçen, nim. Ai më lyp të nim, unë kom hi rreth 200 metër në ujë not për me dhanë nimin e parë. Unë s'arrita me shku atje. Ju ishit aty, çfarë tha piloti? Mos u afrojnë se mund pëlqas. Ata dy tjerët kanë marru. Me gjithë paralajmërimin, varkat u nisën sërish drejt helikopterit për të nxjerrë dy persona, Donald Hoxhën dhe Florian Deliajin, ndërsa të plagosurin e nisën drejt spitalit. Kishte fraktura në kokë, kishte krah të thyrë, edhe
Thoshte vetëm për ambulancën, ku është ambulanca? Ambulanca, po, në atë kohë ishe i vetë prezent, ma shpejt edhe që vonë pasit vishën dhe ambulanca. Policia zjarfiksit, ambulancat e më pas forcat e ushtrisë me helikopter mbërritën në vendin e rrëzimit për të kërkuar 2 viktimat. Polumbarët e Reneas për pak minuta i nxorën e më pas i transportuan me ambulancë. Ekspertët e ushtrisë dhe prokuroria nisën hetimin. I dashuruar me ajrin, fluturimet dhe helikopterin në rrjetet sociale, Donald Hoxha shfaqet i apasionuar edhe në foto me helikopterin e tragjedisë së sotme. I sapo kthyer nga trajnimet, djali nga Kuçova është në foto edhe me pilotin tjetër me të cilin humbi jetën. Top Channel regjistroi pamjet e fundit të tij së bashku me mjetin që i mori jetën në stërvitjen ajrore të pak javëve më parë këtu në Tiranë. Donald Hoxha, togeri që humbi jetën në aksidentin ajror me helikopterin ushtarak, ishte një nga pilotët e rinj që pasionin më të madh kishte fluturimet. Çdo pjesë e kujtimeve të tij lidhet me helikopterët dhe fluturimet. Përveç fotos me njerëzit e tij më të afërt, për Donaldin helikopteri ishte dashuria e tij më e madhe. Çdo foto, edhe ato që ka realizuar në Paris, janë nga lartësitë e këtij qyteti. Ndërkohë, ky është helikopteri EC-145 i prodhimit francez, pranë të cilit Donaldi pozon pak ditë para se mjeti luftarak të bëhej pjesë e flotës ajrore të ushtrisë shqiptare. Entuziazmin për mjetin e ri ai nuk e fsheh as pak, ndërsa komenton në faqen e tij në Facebook se ka shitur makinën e tij Ford dhe ka bler këtë helikopter. I dashuruar me ajrin, shumë i ri në moshë, piloti nga Kuçova dhe diplomuar në Universitetin Federiku II në Napoli, kishte fituar gradën e togerit dhe bashkë me kolegun e tij, kapitenin Florian Deliaj, po kryeni një fluturim stërvitor me helikopterin e ri që morën në dorëzim nëntorin e vitit kaluar. Kjo pamje tregon një nga pranitë e fundit të Donaldit në publik si një pilot, teksa merrte pjesë në një ceremoni për përvjetorin e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Për te i tragjedisë së sotme, për fat në hapësirën ajrore shqiptare janë regjistruar pak aksidente krahasuar me vendet e tjera, qoftë edhe të rajonit. Aksidenti më i hershëm dhe më i rëndë është ai i vitit 1989, por ajo që bashkon shumicën e këtyre aksidenteve është fakti se protagonist kanë qenë helikopterët. Në 16 shtator 2004, piloti i vjetër Jani Tarifa u shkëput nga toka me avionin MiG-19 për një mision stërvitor. Por pa kaluar shumë minuta nga shkëputja me bazën, ai u rrëzua ngjitur me aeroportin e Rinasit duke shënuar një nga aksidentet ajrore ushtarake në vend, që shkaktoi gjithashtu edhe diskutime për kontrollin teknik të tyre dhe solli uljen e tyre në tokë në mënyrë përfundimtare. Hetimet e mëpasshme konfirmuan se aksidenti ajror që i mori jetën majorit Tarifa ndodhi për shkak të një defekti të beft teknik në motorin e MiG-19. 7 muaj pas kësaj ngjarjeje, një tjetër aksident ajror ndodhi në malet e Gramshit. 31 mars 2005 duke gdhir një prilli, kur avioni ushtarak Hercules 130 u ngrit në fluturim stërvitor nga Rinasi. Kushtet e vështira të motit, por edhe fakti se avioni fluturonte afër tokës, u thanë se ishin shkaqet që përplasën avionin ushtarak me malet e Grizhës. Në bordin e tij ndodheshin 9 ushtarak amerikan. Aksidenti më i rënd i forcave ajrore ushtarake është regjistruar në 1989-ën, kur 2 helikopterë të dërguar për mision shpëtimi në Himar u përplasën për shkak të kushteve të këqija, duke sjellë një bilans tragjik me 21 të vdekur, mes tyre pilot, student e mjek. Nga Rinasi janë ngritur gjatë këtyre viteve edhe 2 mjete fluturuese me pasoja tragjike. Ai i vitit 1999, kur një charter i Kombeve të Bashkuara u rrëzua më pas në malet e Sharrit në Prizren, si dhe helikopteri i Gramos Pashkos. Ky është Top Channel. Hetimet për skandalin Panamaja duhet të shtrihen edhe më tej, kështu thot analisti Arjan Vasjari, i cili sugjeron që prokuroria duhet të shikojë nëse kompania Dia ka lidhje me kompaninë panameze Mossack Fonseca, e cila është në qendër të këtij mega skandali botëror. Ende nuk është caktuar grupi prokurorëve që do të merren me hetimet e skandalit Panama Papers, ndonse prokuroria bëri me dije se ka nisur verifikimet për kompanitë e përfolura, që dyshohet se kanë pastruar para dhe u janë fshehur taksave në parajsat fiskale. Në një kohë që për Shqipërinë është publikuar emri i kompanive GFI, Egnatia Import Export dhe IMAH, analisti Arjan Vasjari kujton prokurorinë se duhet të thellojë hetimet edhe për kompaninë Dia, nëse ka apo jo lidhje me kompaninë Mossack Fonseca. Unë absolutisht nuk mund të them që Mossack Fonseca ka instituar edhe kompaninë Dia, por lidhja që bëjmë është kjo, përderisa aludohet që një nga partnerët e Ismail Mulletit është një përfaqësues apo pjesëtar i kësaj kompanie, pra i Mossack Fonsecas,
atëherë më bën besoj ose të dyshoj që për Mossack Fonsecën Shqipëria, pra kjo gjeografi jona nuk paska qenë e panjohur. Në kërkesën e saj për gjykim, prokuroria thotë se shoqëria Dia rezulton e regjistruar në 2010 në parajsat fiskale, ndërkohë që akuza nuk dërgoi asnjëherë letërporosi për të mësuar se çfarë transfertash ishin kryer. Kishte material, kishte lënë të parë dhe ka në fakt tani me zbulimin e Panama Papers edhe më shumë material që t'i shkohet në thelb kësaj historie. Sali Berisha deklaron se nuk e ka takuar kur Ismail Mulletin, biznesmenin e parë të përmendur nga dosja e denoncimeve të Panamas, dhe thotë se ai nuk ka qenë prezent në negociatat me firmën GFI për koncesionin e karburanteve. Në një bisedë për Top Channel, Berisha thotë se është garant vetëm për familjen dhe jo për ish-ministrat e tij. Keni patur dieni që zoti Mulleti është mbrapa Global Fluids International, e cila ka marrë koncesionin e markimit të karburanteve gjatë qeverisës së në mars të 2013-s. Kjo kontrat u firmos me kompanin kanadeze Global Fluid International dhe një ortak i tij izraelit. Pse ka marrë këtë kompani izraelite? Problemi ti është 80% aksioneraj. Sot zotëron të gjithë koncesionin, 99%. Petroleum Consulting Partners. Por i ka dhënë të gjitha, më thonë, që i ka dhënë të gjitha mundësit për të vazhduar markimin. Dhe vetëm 2-3 javë përpara është urdhri i Arben Ahmetajt që të zbatohet kontrata me kompaninë. Markimi është kontraktuar. Po i gjurmojmë Ismail Mulletin. Në fakt, nëse paraprakisht qeveria ka patur dieni për shkak të lidhjeve të hershme me Partinë Demokratike. Absolutisht, asnjë edhe njëherë, Ismail Mulleti në djenin time nuk ka ekzistuar si aksioner kur Global kishte 75% dhe gjëja më korruptive që mund të bëjë një qeveri është të përcaktoj ortak të huajve. Pra, çdo gjë që do dëgjojmë dhe do të flitet në media këto kohë nga kundërshtarët tuaj ndoshta, është e pavërtetë, ju nuk keni asnjë lidhje me këtë person? Trillim funde krye me kompaninë zero. Ju bëra një pyetje gati në fillim të intervistës për pasuritë offshore, nëse mund të keni ndonjë çdo gjë që gjimet offshore, jo nga unë, po edhe nga fëmijët e mi, është e imja. Është e Sali Berisha. Kur? As mund ketë, as mund ndodhi. S'mund ketë. Për ministrat nuk merrni përgjegjësi? Marr ato përgjegjësi që më takojnë. Mund të them që edhe për këtë s'mbaj përgjegjësi, ne jemi të ndarë. Po s'them atë unë. Por ne kemi standardet tona si familje. Nuk mundën kur që as nuk janë shkel, as nuk shkelen ndonjëherë. Problemet që dolën në skenë lidhur me kompanitë offshore që kanë investuar në Shqipëri apo kanë marrë koncesione ekonomike kanë sjellë nevojën e verifikimit të përgjithshëm të marrëveshjeve. Ministri i Ekonomisë Ekonomi thotë se ka nisur një hetim për të gjitha këto kompani, ndërsa Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani deklaroi se do të përmirësohet legjislacioni për të garantuar transparencë pikërisht nga këto kompani. Menjëherë sapo lajmi është bërë publik nëpër mediat ndërkombëtare, zyra jone e Atrakos ka filluar të shikojë çdo mundësi që ka për të bërë thellime të mëtejshme në informacion dhe sapo të jemi të qartë për gjërat që po ndodhin do t'ju vëmë në dieni. Çdo kompani offshore e regjistruar në vendet offshore që do të investojë në Shqipëri ose është në Shqipëri, sipas këtij ligji të ri eventualisht kur të jemi gati për ta bërë, do duhet të ekspozojë kush janë aksionerët. Kemi nisur punën për të verifikuar mundësinë se ku në çfarë pjesë të legjislacionit do ndërhyjmë për këtë punë. Pra jemi në fazë ende të hershme paraprake. Bashkë me ekspertët e huaj do arrijmë besoj dhe me ekspertët e Ministrisë tonë të Financave, ndoshta edhe me ekspertë të tjerë, kryesisht pastrimit parave, dhe jemi në gjendje që të japim një legjislacion modern. Franca është shteti i parë që ka ndëshkuar Panaman pas skandalit me kompanitë offshore. Parisi e futi sërish të vend në listën e zezë. Ministri francez i Financave i apeloi edhe vendeve të tjera që janë shqetësuar nga ky skandal që të ndërmarrin të njëjtin vendim për Panaman. Ministri francez i Financave bëri me dije se skandali Panama Papers e detyroi qeverinë e Parisit ta fusë Panama në listën e saj të zezë të jurisdiksioneve tatimore jo bashkëpunuese.
Panamaja është një shtet që na bëri të besonim se mund të respektonte parimet kryesore tatimore ndërkombëtare dhe kështu vendi ishte hequr nga lista e zezë. Por tani Franca ka vendosur që të fusë sërish Panama në radhët e vendeve jo bashkëpunuese me të gjitha pasojat që do të ketë për individët që kanë marrëdhënie me Panaman. Panamaja është një qendër më e madhe financiare sesa edhe nga të tjera vende, të cilat më herët Parisi ka shkëputur marrëdhëniet, si Botswana, Brunei, Guatemala, Niu dhe Ishujt Marshall. Vitin e kaluar, Franca i hapi rrugë evazionit fiskal dhe nga 7.800 raste të kapura në flagrancë, 515 prej tyre rezultonin se ishin pjesë e Panama Papers. Qeveria socialiste nga lufta e evazionit fiskal rezultoi në mbledhjen e më shumë se 12 miliardë eurove. Ministri francez i financave i bëri thirrje edhe vendeve të tjera të shqetësuara që të marrin të njëjtin vendim sikurse Franca, e si pasojë tha ai, Panamaja nuk do të friksojë më askënd. Atifete Jahjaga ka mbyllur mandatin si presidente e Kosovës me një fjalim që mbajti përpara studentëve të Fakultetit Juridik në Prishtinë. Të njëjtën ajo i dorëzon detyrën Hashim Thaçit. Në këto 5 vite ajo është angazhuar për përmirësimin e imazhit ndërkombëtar të Kosovës, ndërsa si nismë e brendshme është ajo e dhënies së statusit grave të dhunuara gjatë periudhës së luftës. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka përmbyllur ditën e fundit si kryetare e shtetit me një agjendë të ngjeshur aktivitetesh, ndërsa fjalimin e fundit e mbajti para studentëve të Fakultetit Juridik ku edhe vet kanë mbaruar studimet. Sepse nuk ka përmbyllje më të mirë sesa me studentat, me juve. Me rinin e Kosovës që unë pa marrë parasysh ku do të kam shkuar, jam krenuar me 60% të popullatës tonë që është përfaqësimi më i mirë që kemi. Jahjaga, e cila i dorëzonte njëjtën detyrën presidentit të zgjedhur Hashim Thaçi, tha se javën e ardhshme do të nisë një pushim për të menduar më pas për të ardhmen e saj. Jahjaga është zgjedhur presidente e Kosovës më 7 prill 2011 si kandidate e propozuar nga ambasada amerikane pas një krize të thellë politike ku gjykata kushtetuese kishte vlerësuar se kuvendi ka shkelur kushtetutën me formën e zgjedhjes së Behxhet Pacollit president. Edhe pse e cilësuan si presidente të dalë nga zarfi, partitë politike e votuan atë me shumicë votash për të shmangur zgjedhjet e parakohshme. Jahjaga ka qenë zëvendës drejtoreshe e policisë së Kosovës, ndërsa karrierën e ka nisur si efektive e thjesht në Gjakov me njëherë pas luftës. Kur mori postin e presidentes, formulari i deklarimit të pasurisë së saj kishte vetëm 7.800 euro, ndërsa sot e mbyll me një bilanc kursimi prej rreth 83.000 eurosh në llogarinë e saj bankare. Por për 5 vite në krye të shtetit, Jahjaga është angazhuar në përmirësimin e imazhit ndërkombëtar të Kosovës, ndërsa zyra e presidentes asnjëherë nuk është përmendur për këçpërdorime. Jahjaga ka përmbyllur mandatin me një bilanc të vlerësuar kryesisht pozitiv, ku veçohet nisma e saj për njohjen e statusit për gratë të dhunuara gjatë luftës. Për Top Channel, Valmir Klaiçi, Prishtinë. Vendimi i miratuar nga deputetët më 23 shkurt për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë në 7 prill hyn në fuqi sonte në mesnatë dhe i hap rrugën mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në 5 qershor. Sipas të gjitha gjasave në këto zgjedhje, Partia Maqedonase LSDM nuk do të marrë pjesë. 2 ministra dhe 3 zëvendës ministra të emëruar me propozim të kësaj partie në qeverinë e Maqedonisë në nëntor të vitit të kaluar, pas ditën e së mërkurës kanë dhënë dorëheqjen nga funksionet e tyre. Por nuk dihet nëse kryeparlamentari Trajko Veljanovski do të caktojë deri në mesnatë një seancë urgjente për të konstatuar dorëheqjet e ministrave të LSDM-s. Ndërkohë, antarët e LSDM-s në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve të mërkurën u shprehën skeptik për mundësinë e pastrimit të listës zgjedhore deri në datën 20 maj, kur edhe është caktuar afati. Një ditë më parë, gjatë një vizite në Shkup, i dërguari i Komisionit Evropian Danielson thekson se në Maqedoni ende nuk janë krijuar kushtet për zgjedhje demokratike. U zhvilluan ndeshjet e para të çifteve gjysmë finaliste të Kupës së Shqipërisë në Vlorë. Skuadra e Kukësit e drejtuar nga Klodian Duro ka fituar bindshëm me rezultatin 0-2 përballë vendasve, duke u afruar shumë finales së Kupës së Shqipërisë me këtë rezultat. Gjithçka u mbyll në pjesën e parë kur verilindorët shënuan edhe 2 golat e ndeshjes. Hasani që në minutën e 11 zhbllokoi ndeshjen, ndërkohë që Shameti dyfishoi pak minuta më pas. Pjesa e dytë ka qenë më e ekuilibruar me rastet nga të dyja skuadrat, ndërkohë që Kuksi mbeti gjatë gjithë ndeshjes në kërkim dhe të golave të tjerë, por pa finalizuar dot. Në ndeshjen tjetër të zhvilluar në Laç, vendasit fituan 1-0 përballë kampionëve të Skënderbeut. Në fillim të pjesës së dytë, pas shumë tentativave, skuadra kurbinase me Cetkovic ka shënuar golin e parë dhe të vetëm të ndeshjes. 20 minuta nga fundi, laçianët mbetën me 10 lojtar pas daljes me të kuq të Vuthajt,
por korçarët nuk e shfrytëzuan as superioriteti numerik. Ndeshjet e kthimit të këtyre dy çifteve do të zhvillohen pas 2 javësh në 20 prill, nga ku do të përcaktohen edhe finalistët. Spoti më i fundit publicitar ka bërë që ndaj firmës së njohur Gucci të lëshohen kritika për modelet shumë të dobta. Firma ka reaguar menjëherë, duke thënë se kjo nuk është e vërtetë, ndërsa vajzat nuk janë të pashëndetshme, por thjesht kanë një strukturë të hollë trupore. Gucci është vënë në qendër të kritikave për modelet që shfaqen në spotin e fundit publicitar, ndërsa ato pozojnë me koleksionin e veshjeve të firmës. Autoriteti që merret me standardet e reklamave ka marrë ankesa se modelet janë shumë të dobta, si edhe të pashëndetshme. Kritikat vinë në një sfond kur industria e modës po apelon për heqjen dorë nga modelet me përmasa ekstremisht të dobta, pasi ato frymëzojnë anoreksinë apo të tjera sëmundje që lidhen me kequrshyrjen tek femrat në botë, por për firmën luksoze të veshjeve, koncepti i femrës shumë të hollë është subjektiv dhe modelet që shfaqen në klip, thot Gucci, nuk janë të pashëndetshme, por ato thjesht kanë një strukturë të hollë trupore. Ndërsa të gjithë ata që janë të apasionuar me modën, nuk do të duhet të presin për të parë fillimisht koleksionin e veshjeve të femrave e më pas atë të meshkujve të prezantuara nga firma italiane luksoze e veshjeve, pasi kompania Gucci ka vendosur që sfilatat e të dyja gjinive t'i bashkojnë në një të vetme. Ishte e gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmësh. Ju falenderojmë të gjithë për vëmendjen, bashkë më pas. Mirupafshim.